Drita natyrale sjell benefite për pacientët që vuajnë nga diabeti. Në këtë konkluzion ka arritur një vërejtim dhe studim i gjatë nga Universiteti i Maastricht i Gjenevës në bashkëpunim me Qendrën për kërkimet mbi diabetin dhe i publikuar në revistën shkencore Cell Metabolism. Që nga krijimi, drita artificiale ka përmbysur dhe ndikuar tek ritmet biologjike të njerëzit dhe aktualisht stili i jetesës si shoqërisë bashkëkohore karakterizohet nga qëndrimi i gjatë në gati rreth 80 deri në 90% të kohës në mjedise të mbyllura dhe artificiale e si pasojë me ekspozim shumë të ulët dhe të pamjaftueshëm në dritën natyrale të ditës. Sipas kërkuesve, mungesa e ekuilibrit mes cikleve natyrale ditë-natë mund të ketë pasoja në funksionimin korrekt të metabolizmit. Nga eksperimentet me grupet vullnetare kanë mjaftuar 4 ditë balancim dhe ekspozit në dritë natyrale sipas cikleve biologjike që organizmi i njeriu të reagojë pozitivisht duke ndikuar në nivele normale të glukozit në gjak pa luhatje gjatë ditës. Gjithashtu edhe metabolizmi oksidativ pësoi përmirësim të ndjeshëm.